Përshëndetje dhe mirë se vini në Noli Show Noli TV. Është kënaqësia ime dhe nderi i madh që në përmes Rocky Hill Community TV me njerëzit tanë, me sukseset e shqiptarëve tonë, anë ban kudo që janë, të prezantojnë. Por sot kemi inkas, njerëzit shqiptarët tonë, gjithmonë kanë hjek, kanë pasën gjëra që kanë kaluar shumë keq. Por sot kemi të ftuar Tahir Zekaj. Tahir Zekaj është veprimtar kombëtar dhe politikan që nga vitet 1981. Për shkak të aktivitetit të tij, edhe i burgosur politik gjatë regjimit ish Jugosllavisë. Gjatë luftës ka kontribuar duke ofruar mbështetjen logjistike në UÇK. Mirë se ke ardhen, për më shumë besoj që unë do të lënë që ti të flas. Mirë se ke ardhen. Mirë se kom qëtë, faleminderit. Si kaluat? Mirë kemi ardhë. Unë e quhem Tahir Zekaj, jam nga komuna i Stogut, fshati Mojstir, i lindur me 14 shtatit 1960. Si fëmijë, më kujtohet, kur i kom pas 8 vite, në viti 68, baba edhe agja kanë ardhur prej qytetit me një flamur kuqezi, më ka met në kokë kështu. Kur është liru flamuri kuqezi, flamuri shqiptar më përdor, e kam pru në shtëpi, aja shikimi ati flamurit edhe sa të kujtohet, edhe janë shku të një kushqerit që do merë me dru, e kam përgatitur shtizën dhe e flamur e vënu në dyrë të borrit. Edhe çdo fest, në atë kohë 68-s, a i flamur ka valvu në dyrë të borrit. Si fëmijë kujtohet në odën e burrave vogël kanë qenë një lahut, një çifteli dhe sharki, se babgjyshi ka ra lahutës, agja çiftelisë dhe disa baba i ka ra sharkisë. Po si fëmijë më kujtohet, kur kam qenë në shkollë fillore, agjen më kanë përjashtuar për arsimit, ka qenë mësues për bindje politike, dhe atëherë kom pa drejtësitë që mund që ju kanë bërë shqiptarëve, atëherë kom pa diskriminimin ndaj shqiptarëve, aty kom pa edhe disa arsimtar për bindje karrieriste edhe komuniste që na kanë filluar më në hakmerë dhe neve si fëmijë për më ngrit dikun. Po ajo periudhë si fëmijë ka kalu koha ec, ka ardhur koha e vitit 1981, edhe protestat e studentëve me 11 mars, qendrën e studentëve që s'pari kanë lyp kushte drejta më të mira për rinin edhe për qytetarët e Kosovës. Në ato proteste me 11 mars nuk kam qenë, se kanë qenë protesta më tepër rastësore, po kanë filluar demonstrata me 26 mars, që kam qenë prezent. Atëherë është faqë edhe kërkesa politike, Kosova, Republikë, Të të njëshin, ashtu ka qenë. Se o shike që na kemi qenë diskriminuar edhe në atë kohë, pa marrë parasysh se disa drejta me autonominë në 1974-s i kem pas, po në krahasim me popull tjerë ne kemi qenë mrapa shumë. Edhe për aspekt ekonomik dhe politik. Po ato demonstrata më 26 mars, policia serbe i ka përduar dhe unë të hatashme, kanë hyrë në orë të vonë të natës në për konvikte, kanë maltretu njerëz. Ka fillu protestat edhe me 1-2 prill në Prishtinë. Por një demonstrat që ka ndodhur në qytetin e Stogut, aja ka ndodhur me 30 prill 1981. Në shumë qendra të Kosovës ka pas demonstrata për Kosovën Republikë në atë kohë, mirë po dhe ne jemi organizu që të kjetë edhe një stokë. Një ndër ata organizatorë kom qenë edhe unë, sidomos djali Astem Xhevati, ka qenë më aktiv, unë i kom ndihmu, edhe me direktivat Jashar Ali's, që li ka qenë atë kohë, dhe i burgosur politik më herët. Edhe shumë njerëz tjerë, edhe grupe tjera, është organizuar demonstrat me 30 prill, ka qenë demonstrat masive. Kom qenë prej fillimit, prej qendrës së Stogut, derisa kemi shku te gjimnazi, kanë dhënë nxënësat prej gjimnazit, ka qenë ditë tregu, ditë e njëjte, ju bashkangjitë shumë njerëz,
edhe ka pas efektin shumë pozitiv. 2 persone janë plagosët në atë demonstrat, njërin e kom pas edhe shok, një faj Murat Arifaj, cili ka oblagos Bukuron, po ka shpetu, sot nuk jeton, ka vdek mas një kohë. Kjo ka qenë ngjarja me 81-ën. Tash në vitin 1982, çdo vit e mundu me përkujtu demonstratat e 11 marsit, sidomos në Prishtinë. Me datën, në vitin 1983, me 11 mars, kemi një organizu një demonstrat vogël në Prishtinë dhe mi arrestu. E më arrestu une, në djali Ajz, Gjevat Zekaj, Ismet Avdyle, na kemi qenë 3 stogut, janë arrestu shok ton pe Rauveci, pe Suareke. Une jam dënu ma pak se nuk kam qenë antar i grupit, ndërsa djali Ajës o dënu 9 vjet, Gjevati, Ismeti 7, e shok tjerë 7 vite. Po masi po premenëm të Tërbugosit, në vitin 1982-83, ne kem pas një banesë Prishtinë, vazhdimisht në ka vizitu Femilla Drovci. Femilla Drovci ka qenë student në Zagreb, po aktivitetin kombëtare ka bën Kosovë, ka arë vazhdimisht. Edhe ai ka ra në Burg vitin 1984, o dënu me grupin e vetë, një grup matë madhë për 20 vetëve, i cili ka marrë pjesë edhe në luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës, ka qenë një ndërkomandant më të mirë. Do të dalim pak të Burgu, ju keni qenë i burgosën politik. Për sa kohë keni qenë atje, edhe nuk keni qenë vetë, po keni pas edhe tjerë, edhe familjar. Po, unë kom qenë 63 ditë i burgosën, kom qenë në hetime, faktikisht neve nga ka maltërtu shumë. Sigurimi shtetit, maltërtimet vazhdueshme, bile natën e parë, dhe në orat 4 mëngjesit, punëtorët e sigurimit, në ka maltërtu, ma kanë afru një deklarat me nënshkru, edhe nuk kanë dasht as me lexu, po nuk kanë pranu me nënshkru pa lexu, edhe në deklarat kanë dasht me shtramu deklaratën. Po se kam pranu, më ka maltërtu prapë. Mirë po, shokët e mi, djali Ajz, ata janë torturu ma shumë, janë dënu se kanë qenë, djali Ajz ka qenë antari i grupit, kryetari i grupit, edhe janë dënu 9 vite Burg, edhe që i ka majtë 7 vite, 7 vite i ka majtë në Serbi, në Prokuplin, Nish. Gjatë asaj periudhe për vitin 1981-82, ne jemi njëftu edhe me Jashar Alin, e kem pas shok, masa ne kem bo edhe mik. Jashari ka qenë i burgosur 2 herë, herën e parë ka qenë i burgosur me grupin e Zafer Shatrit, edhe Kadri Osmanin. Kadri Osmani ka qenë edhe një ndër burgosit më të mëdhenj në asaj kohe, ndërsa herën e dytë Jashar Alia o dënu edhe 7 vite me një grup të asaj kohë që ka qenë, në grup ka qenë me Hidayet Hysejnin, Mehmet Hajrizin, nuk po më kujtohen emra tjerë, një grup i madh. Ka pas shumë. Po, Jashari ka qenë një ndër veprimtarët më të mëdhenj të Kosovës. Ai mas Burgut ka emigruar në Zvicër, edhe atje ka qenë aktivist, kur ka fillu lufta në Kosovë, ka ardhur edhe në luftë, ju bashkangjit luftës, ka qenë ushtar i Shtrisë Shërimtare të Kosovës. Edhe njeri pathyeshëm, i dëshiroj Prishtinë të marrë, e jetë gjatë Filloi lufta. Pa fillu lufta, na kem pas edhe probleme tjera, faktikisht vitet më dheta, presioni madh, ndërimet kushtetuese, demonstrata, protesta, ato kanë vazhdimisht çdo herë maltretime, rraje, bastisje e shtëpisë, arrestime kanë ndodhur vitet 90 dhe disa herë në familjen time të une.
janë arrestu edhe 3 djalë të Agjës, ata janë dhënë masanej, Agja. Gjitha këto kanë vazhdu deri vitin 1998. Wow. Tani erdhë lufta. Lufta ka fillu dhe ma heret, grupet ndryshme kanë fillu prej 92, 93, kanë kryu aksionet ndryshme në prestacione policore. Po 97 ka fillu më organizu pak ma mirë UÇK-ja, sidomos lufta frontale që u bë në Laush, përmes kur është sulmu familja Rezaj në Sandokanit, aty është në zonë prita në 2 anë dhe komandanti Adem Jashari me ushtar edhe me Abedin Rezën kanë dëmtu shumë policinë ushtrinë serbe. Po atëre është një nevoja që të ndihmohet edhe UÇK-ja, se ka fillu më zgjeru. Territori jonë i Stogut, na kemi qenë territor pak më i qetë në atë kohë, më ka qenë shumë e përhapënde, ka pas ushtar plot vullnetar edhe prej Stogut që kanë shku në rajone tjera, po te na nuk ka pas në atë kohë luftë frontale, ndërsa na e kemi ndihmu me logjistikë, sidomos zonën e Drenicë. Çka të shtyni aty? Po, faktikisht dëshira e madhe për liri, edhe ata kishin nevojë për ndihmë ushqimore, edhe forma tjera, ndeshmbathje. Edhe i kemi ndihmu vazhdimisht, kemi qfu shumë shpesh mallara me kamion përmes firmave ndryshme. Në zonën e Drenicë, çdo ditë kemi qfu ka 500 kg bukë. Buka ka qenë e sigruar prej komunës tonë të Stogut. E ka njerëz caktuar që kanë devizë vazhdimisht e kanë qu. Edhe tanëshi, kur ka fillu lufta me zhenu, ka qenë problemi maj madhe dhe për me depërtu në forma tjera. O dasht në forma ilegale edhe me ndihmu. Ka ndonë një rast, mu ka plagu, me ka dëmtu dorën një daje jem, ka qenë ushtari UÇK-s, cili sot është dëshmor, më ka kërku ndihmë me një mjek popullor, një farsyl dreshaj, edhe kom shku me një shok timin të familja tina në Vrell, se Vrella një fshat afër i Stogut, kom bisedu me djalin e tina Rexhepin, i thash, a ki mundësi më ardhë në zonë Drenicë, se kom një doj dëmtum me ka dorën. Tha, vetëm se të veshe gjaketën, tha, vime një herë. Edhe kemi vazhdu me makinën dhe një fshat shushisë pashme, aty kemi lë makinën, kemi shku me traktor dhe një fshatin Kërnin, për Kërnin e kemi shku, kom kemi hecë, kemi shku të familja e Mustafës, të cilit i kanë ndihmu për shërimin e dorës. Kjo ka vazhdu, ka pas edhe njerëz tjerë që kanë punu. Ka pas unë të fshatit tem, plot njerëz që janë konë ushtar, plot kem pas që janë konë edhe të plagosën. E kom Agjën në moshën 66 vjeçare, ka qenë ushtar në zonën e Drenicës, i cili ka qenë i plagosur në rënë. Edhe në atë pjesë, kur ka qenë të luftu, ka qenë një ekip e disa ushtarëve, o plagosë vetëm Agja, në gjenjë të ranë. Edhe ju ka thonë aty në ushtarëve, ju esni, lem një mu, ju mos u dëmtoni. Ata njerë nuk kanë dash më largu, po më të fund kanë pranu e largu, kanë lënë Agjën plagosën në marrëveshje. E ka pas një pushkë dhe 2 bombe në gjep. Ata janë largu, kanë arë pas 3 dite me marrë kufomën. Wow. Po fati kanë bjetu. Se kur janë largu ata djemët, kanë pushu edhe armët edhe ata ushtria serba nuk janë afru, ky ka qenë i plagosën në rëmë, po ka qenë gjallë. Kanë arë dhe kanë gjetë me jetë dhe e kanë qenë në spital, ka qenë funi luftës, e kanë dërgu në Shqipëri, për Shqipëri ka shku në Itali, në Zvicër, edhe ka jetu edhe 20 vite mas luftës, para 4 viteve kanë rujet, ka qenë një ndërshtar më të vjetër të ushtrisë shqiptare të Kosovës, me profesion ka qenë mësues, edhe ai ka qenë i burgosur, edhe ushtar.
Kjo ka funi 98-ës, fund 98-ës kam shku në Shqipëri, edhe atje jam angazhu në logjistik, përmes djalit Agjes, mi ka siguru 32 radiolidhje, një telefon satelitor dhe dërbijat natës, kam bisedu me zonën Brigadën 138 Adrian Kasnici, që ka qenë në zonën tonë, komunën i Stogut, në atë kohë me Idris Blakën dhe disa tjerë, edhe kom dëpërtu format ndryshme deri në Malzi. Ato radiolidhje, edhe kanë dalë disa njerëz përmes të njerit Shkodrës, edhe i kanë marrë. Për Malzi janë futur në territorin e komunës tonë. Një ndihmë vogël, po... Sa zgjati kjo? Cila? Kjo punë që ke qenë me ushtrinë atje? Faktikisht, ajo ka qenë në logjistik, ka zgjatë deri sa ka përfundu lufta. Po nuk kam qenë, 99 nuk kam qenë në Kosovë, kam qenë në Shqipëri. Po për Shqipëri kam dimu sa kam mujtë, në forma ndryshme, deri sa ka përfundu lufta. Kur ka përfundu lufta, unë kom shku në Kosovë, po merë mundësia marrë në Amerikë. Për Amerikë të ashtë të dalim, pra cili vit ka qenë ai kur keni emigru në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Në Shtetet Bashkuara të Amerikës kam emigru në vitin 1999, po më thonë drejtën, kam ardhë se shtëpinë që kam pas ka qenë e djegun, nuk jo marrë me dëshirë, Amerikën e kam dashur shumë, se në ka nimuar dhe më shtiru, kam respekt madh ndaj këtij shteti. Kam nejtë një vit, mas një vit, jam këtu në Kosovë prapë, kam nejtë 3 vite. Po, më dash marrë prapë. Edhe atje jam angazhu politikisht pak në Kosovë. Kam marrë këtu e kam vazhdu jetën prapë. Edhe këtu kam fillu me punu. Mas 5 viteve jam këtu prapë në Kosovë, kam nejtë 1 vit e gjysmë. Kam të tu me këtu familjen, fëmin, se jeta ime, tonë jetën time, i kom kushtu atë dheut, i kom punu me shpenzimet mija, pa tarna, pa kompenzim, për më rritë, më shkollu fëmija në gjuhën Shqipe, në fund me jeta dhe po jetoj këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe këtu në Staten Island, ku jem të jetu, ka shumë shqiptarë, vise ndryshme të shqiptarisë, janë të organizuar në forma ndryshme, shoqata ndryshme, gjithë. Edhe aty ke kontribu shumë? Kontribu, sidomos në emrin e 2 rrugëve shumë të rëndësishme në Staten Island, rruga Snajt Qemali, Sa Boletini. Nuk kom qenë organizatori kryesor, po ju kom ndihmu në të drejtim. Edhe kem pas një aktivitet në Albani për vjetorin e pavarësisë të Kosovës, aty kom qenë në organizim me disa njerëz. Dërsa vitin e fundit, kom bërë presion ty në trive që në aty të na Nistog, aty në falë Nistog, në Staten Island, që edhe na si shqiptarët Kosovës të krijojmë një shoqat, të organizohemi. Po, dhe është kriju. Po, është kriju, ka qenë, presioni jem ka qenë direkt, sidomos të shpjetimi dhe disa njerëz tjerë. Ju kom thonë që unë jam tash pak me vjetër, po ju të rritë mundi punu ma shumë, na japin ndonjë këshill, çka muj me dhonë, edhe i kom bind me formu shoqatën shqiptare amerikane Kosova, e cila po funksionon, besoj që i ka më shkutju rritë, edhe për mirë të interesit të komunitetit shqiptarë dhe gjithë shqiptarëve. Po më duket se jeta jote vetëm kontribut ka qenë si në Kosovë dhe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me të vërtet kjo është një fenomen i madh që bëhet këtu në shqiptari. Edhe sa janë ato përgatitjet ato për organizatat, a janë të lodhshme, a janë të sikletshme? Sa mundohen që t'i ofroni një shqiptar të bashkë? Edhe letë nuk është se këtu njerëzit bukur shumë të angazhu me punë, se cili është me punë vetë, punojnë gjatë, dikush punon 2 puna, po dëshira është mu taku me ndihmu për vendin e vetë, mos me harru vendinjen, nga kem nevojë për vendinjen tonë, po kem nevojë edhe për këta trit këtu, për fëmijët tonë, me ju mësu gjuhën shqipe, me pas kontakte shpeshta
në organizu ndonjë koncert, ndonjë simpozium, edhe me ditë që jemi shqiptarë, sa të mujmë me rujt kombin tonë, traditat tona. Aty e shohën që të na ku jetojmë, se të na dhënë që shqiptarët e kanë kriju një autoritet edhe të popullit amerikan, e kanë kriju me punë. Veç me punë, punojnë shumë, kanë biznese shumë, edhe autoriteti është i padiskutueshëm. Si e shihni rolin e diasporës në ditët e sotshme? Roli i diasporës është shumë i dobishëm, po unë besoj që duhet me kanë më të organizuar. Se mejësia edhe puna duhet të vazhdueshme, se na kemi nevojë, ne jemi vend i vogël si shqiptar, si Kosova, si Shqipëria, kemi nevojë për mejësi, sidomos për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet me kanë lobi fuqishëm i shqiptarëve këtu, se gjeneratat ndrohen, i krijoni miq sot, po nesër vijnë tjerë, na duhet vazhdimisht me punu që të kemi raportet mira që na përkrajnë. Edhe dyta, dy ambasadat që janë shqiptare, edhe Shqipërisë dhe Kosovës, duhet me qenë edhe ato më të angazhume, do të me qenë edhe njerëz profesionista, edhe që kontaktojnë me komunitetin shqiptar këtu, sa takime më shpeshta, lidhja me fortë. Kush mundet me kry ambasada, mundet me kry komuniteti përmes lidhjeve biznesore, edhe miqësisë që me kontribu për shqiptarët. Edhe Kosovë dhe Shqipëri, po na kemë probleme edhe me shqiptarët Maqedoni, edhe në lugin të Reshevës dhe Malzi, që ju sënguan drejtat. Se na jenë shqiptarë, pa marrë parasysh ku jetojnë. Duhet diaspora me konë shumë e angazhume. Pse, po thëmë, na kemi njerëz ballë, sidomos New Yorku dhe përgjithësi në Amerikë ka shqiptar shumë, kemi shumë përgatitën sot, shumë shkollum, edhe ka shumë biznese që kanë edhe të holla, veç duhet me dasht edhe me punu. Si që ndonë bashkëpunimi shqiptarëve dhe amerikanëve këto? Aty ku jetoj unë që është shumë i mirë. Kemi raporte shumë mira, edhe me kryetarin e qytetit, edhe me prokurorin, edhe me kongresmenin, edhe me asambleistat që janë të qytetit New Yorkut, edhe me senatorët New Yorkut, kemë kontaktet vazhdueshme, ke raporte shumë mira, edhe kanë respekt shumë ma ndaj shqiptarëve, se janë komunitet punëtor, edhe me thonë drejtën sot në lagje, sot s'ka lagje që nuk ka shtëpia shqiptarëve, edhe kanë shtëpia të mira, edhe ku takosh me një Amerikan, të thotë, nga je se të shenë bazë gjuhës, që ti thush je shqiptar, i ka një respekt shumë madhë. Se të jo, e kom një kujshi shqiptar, e kom një shok shqiptar, e kom një mik shqiptar. Si e krahason jetën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosovët, bashkëpunimet dhe gjëra tjera? Bashkëpunimet kanë qenë shumë mira në Kosovë dhe Shqipërisë, sidomos edhe vitet 90-ta, edhe gjatë luftës, se unë e thom nga një herë, Amerika dhe UÇK-ja janë bërë sebeb dhe ne kemi lirinë sot Kosovë. Na duhet me rujt këtë partneritet sigur sytë e ballit. Se është fuqia edhe shteti që na ka ndihmu shumë, edhe i vetmi shtet që mundet me na ndihmu ende. Po qeveritë tona edhe sot, edhe në të ardhmen, duhet me konë më të kujdesshme raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se janë kriju me mund, janë kriju, duhet mirujt shumë. Në shpresoj që duhet me vazhdu, mund ka pas disa ngecje të vogla, po shpresoj që kanë më përmisu se nuk po du me hinë çështje politike, po këto 2-3 vitet e fundit nuk kem pas kontaktet të vazhdueshme përmes qeverisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po besoj që në të ardhmen ka me kanë më mirë, edhe ata kanë investuar shumë të na, edhe na duhet m'ju falenderu për jetë.
Sa ju mungon veni jonë dhe a e mendon e herë t'i thush vetës do të kthehem? Kjo është pyetje me e rëndë për mu. Me thonë drejtën, unë vetëm gjumë që e bëj se sa herë t'i hapi sytë, unë mendin e kam ka vendlindje ka Kosova. Edhe çdo muhabet që e bëj për Kosovën, për trujës shqiptare në përgjithësi, se gjeneratat tona ma hershme ne jemi rritë, jemi frimizu na ka mu liria, edhe jemi frimizu me atë dashuri, se unë ju shok herë këtu një trive, ku t'ju shpjegojmë për gjanat kalume, nuk besojnë sa duhet, se nuk e kam përjetu. Liria është ardhë me mund liria jonë, po nuk e di. Unë vetë kthejna, se ta është dalë penzion, po nuk ja vlen se fëmija janë këtu. Nuk ja vlen. Puna e juaj e përditshme sot që bëni? Unë me thonë drejten, ma shumë i marë punoj si taksist, se çdo ka menu me punu një kohë më kthy. Nuk kom këshyrë me gjetë një punë tjetër ose një punë më të rregullt, po e kom graqit i biznisit që me punu një kohë, hajtë kthena vitin tjetër, po koha ecë. Po me gjatë, jemi kënaqur me punën time, fëmija, i kom 4 fëmijë në rritë, punojnë. Shpresoj që gjeneratat e ardhshme edhe ata mos të harrojnë. A ki ndonjë plan të ri për këtë shoqatën e re të Kosovës që është hapën? A do të mendosh që do të punosh edhe më shumë pak? Shoqatën që u formu kjo mirë ka fillu, edhe duhet me punu më shumë. Edhe shpresoj edhe besoj që keme pas sukseset mira. Edhe veç duhet bashkëpunim, duhet mos zgjeru shoqata, hala kem nevojë me marrë edhe njerëz të ri që dojnë me punu, që dojnë me angazhu. Edhe këtu e kemi shoqatën shqiptare amerikane, se na jemi të interesuar me bashkëpunu edhe me popullin amerikan këtu, me u tregu për kulturën tonë, për traditën tonë, edhe amerikanëve këtu. Mirë po, në tarmen më orientu ndaj ndihmë edhe në Kosovë atje, organizu diçka. Programe ndryshme ndoshta për ndonjë shoqëri kulturore artistike, për program të fëmijëve për mos me harrojë gjuhën shqipe. Edhe duhet na kemi edhe biznese shqiptare, me lidh edhe biznese shqiptare në veti, me bashkëpunu, sa bashkëpunon një biznes shqiptar me një biznes tjetër, ma mirë me koordinu me bashkëpunu biznese shqiptare në veti, është interes kombëtar, se ka shumë biznese shqiptare në Amerikë, gjitha troje shqiptare. Edhe po ndihmojnë me sa po. Edhe po ndihmojnë, po është interesu më shoqata edhe në këtë drejtim me punu me biznese, po kjo është shoqata e re, edhe nuk kryjmë punë për një kohë të shkurt. Si e sheh Kosovën sot? Unë e shoh Kosovën. Kosova është e mirë. Kosova ka me ecë. Mesure është shtet, sovran, ka disa mangësi, po ato ka daldale eliminohen. Veç neve na duhet punë, duhet me forcu shtetin, ligjin, ekonomin, se mundësit i kemi, si Kosovë, me një diasport fuqishme, një bashkëpunim të fortë edhe me Shqipërinë, 2 shtete shqiptare, edhe Kosova në tarmen më ka anëtare NATO-s, duhet në punu shumë, se siguria shumë e rëndësishme. Shpresoj që edhe e ka ardhur shumë shpejt. Një mesazh për të gjithë shqiptarët tani mban kudo që janë. Mesazhi im është që kudo të jenë, kush mundet më kthy, që mundet më kthy në vendindje është ku me marrë më kthy. Po
nëse nuk mund më këty me punu, mas pari me fëmijët vetë, me shti me dash venin e vetë, me dash popullin e vetë, popullin shqiptar, me punu marrë mirë në atë vend ku jetojnë, me të regu kulturë të mirë si kom, si popull, edhe kjo mjafton. Atëherë, historitë e tona shqiptare kur nuk përfundojnë, edhe besoj që na duhet të flasim mundohet me ditë, me muje, me javë, se jemi shqiptarë dhe kemi kaluar disa gjana shumë të vështira, por unë do t'jam shumë krenar, faleminderit shumë që ke gjetë sot kohën, ke ardhur këtu dhe kemi biseduar disa me të vërtet një rrugtim tërqesh për një person hjekat edhe sfidat e juaja që i keni kaluar për shumë vite dhe kontributet e tyre, unë ju jam falenderues jashtëmase. Edhe unë falenderoj shumë për punën që e ka bën, që po jap mundësi shqiptarëve më shpreh gjitha brengat për të kaluar në për të sotshmën e popullit tonë, për njerëzit që kanë kontribuar, që kanë me kontribuar të armën. Jam shumë kureshtar, nuk duhet ta nashkaloj nëse kam nashkalu diçka që ke nevojë të flasësh diçka të thuash, je i lirë të thuash çfarë të duash. Jo, unë më thonë drejtë kom qenë angazhuar në vitet 90 edhe në këtë organizimin pajtimeve, kem pas një këshill komunal në atë kohë që ka funksionu, se atër nërë se kemi njoft pushtetin sërb, se kemi njoft asë gjyqin sërb në atë kohë, ka pas probleme edhe në atë kohë, vitet 90 jashtë të shkollave, probleme, ka pas probleme me toka, me megja, me ngatresa. Po ai këshill që ka funksionuar atër në kohën vitet 90, si këshilli pajtimit, këshilli komunal, kemi kry shumë punë të mëdhaja. Ma shumë kem kry puna në qatë kohë se sa gjykatat sot, për të drejtën. Se ku ka qenë një problem i vogël, na kemi shku marna dite, ose s'kem la mu rrit problemi. Problemi i vogël kemi shku dhe kemi zgjidhur atë problem, shumë shpejt. Edhe popullin na kanë dëgju, në atë kohë ka qenë ma unik. Ndoshta ka pak kam pas edhe pi frikë, edhe pi tute, megjithatë për shembull jam mirënjohës që na kanë respektuar dhe na kanë bërë shumë punë të mëdha, si kemi lanë me pas të lashe probleme njerëz me veti, e ka qenë një punë shumë e madhe, ka qenë punë vullnetare, që kemi bërë ditën e natën për të mirën e popullit tonë. Sot vetë nuk e ardhen, ke sjell edhe një mik të ndin që e don jashtëmase, kush është ai? Po e kom sjell mikun tim, është Shefki Mëxhani, një aktivist i madh, çështës kombëtare, një kontribues i madh. Edhe është ndër njerëz njëri kryesor që ka bërë organizimin e batalionit Atlantikut për më shumë. Atë dalon pak si sekret se do ta kem në intervistë në VM, besoj që është kënaqësi e jonja. Atëherë të nderuar dëgjues edhe shikues, kudo që jeni, kudo që na dëgjoni, me të vërtetë është një kënaqësi e jonja që ti kem pjesëtar tonë shqiptar, bashkëdhetarët tonë që me të vërtetë kemi kaluar rrugtimet e vështira gjatë periudhave tona në vendet tona ku kemi jetuar. Kështu që mirë mbeqi deri në emisionet e radhës me Noli TV, këtu në Rock Hill Community TV. Është një nder dhe një falenderim i madh i këtij televizionit shtetëror këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që na jep këto mundësitë e bukura, këto mrekullitë e bukura që ti shfaqim, ti shpalosim dhe të flasim sidomos në gjuhën tonë shqip. Faleminderit. Faleminderit.